Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të respektuar teleshikues, ju përshëndes kudo qeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Popujt në Kur'an është emision që na bashkon ne për çdo javë me ju dhe me këto rrëfime për popujt e kaluar, me rrëfimet për ngjarjet e kaluara, për profetët e kaluar, por edhe për përfundimet e të tjerëve, ne po kalojmë disa momente që të mundohemi të mësojmë nga historia, që të përfitojmë për historisë, e të mos e përsërisim atë, ose të paktën të dimë se ka shkojnë njerëzit nëse veprojnë njësoj, sigur para rendësit e tyre. Pra ne nga ngjarjet që tregojmë edhe në biseda të lira, ndërmjet vetes synojmë gjithmonë të sjellim qëllimin e ngjarjes. Pra nuk është thjesht të mbulojmë bisedat tona shumë orëshe, pra në oda vetëm të tregojmë diçka, por në fakt edhe burrat e mençur në odë konsiderohen ata që dinë të sjellin biseda, muhabete që janë të dobishme, e prej tyre shumë mund të jenë historike, por që në qëllim kanë të binë diçka nga përvojat e kaluara, nga njerëz të kaluar, nga njerëz që kanë pasur një të kaluar të caktuar, pra të mirë ose të keqe, dhe me ato përvoja ne të mësojmë, të ndimë, të ndërtojmë se çka po na duhet në një mësim i tillë. Kësaj pra çdo herë ne përfitojmë kur tregojmë diçka ose kur dëgjojmë, kur dikush tregon diçka, natyrshëm kjo varet pra varësisht prej atij që tregon, sa është i mençur, sa është i ditur, sa ditë ta gjej ngjarjen, narracionin e caktuar për ta treguar në moment të caktuar. Pra dhe sa mund të jetë dobipruar se ajo që ai e rrëfen, sepse nganjëherë njerëzit mund të jenë shumë të paaft në sjelljen e ngjarjeve të tilla. Dikush pra mund t'i tregoj të smurit në spital se si një person ka vdekur nga po kjo sëmundje. Ajo nuk është tregim, nuk është ngjarje, nuk është mbështetje. Përkundrazi, njerëzit e tillë e thot edhe praktika, edhe populli e thot nuk kanë se çfarë të shkojnë në spital për ta vizituar një të smur, për faktin se ne du ta mbështesim atë, që thot populli, t'i japim gajret atij, ta motivojmë për jetën, t'i themi se e ke shëndetin e mirë, pra t'i tregojmë storjet e atyre që janë shëruar, e jo storjet e atyre që kanë vdekur nga ajo sëmundje që ti rënkon prej saj. Me fjalë të tjera, pra varësisht se sa njeriu din ta rrëfejë ngjarjen dhe t'ia gjejë momentin për ta treguar dhe për ta rrëfyer ngjarje. Kjo varet prej shkatësisë tij, prej aftësive tij, prej mençurisë tij dhe prej largpamësisë se çfarë dëshiron të jetë. Në Kur'an ne nuk e kemi këtë dilemë as pak, sepse jemi më se të sigurt se ai që na rrëfen, ai që na tregon për ngjarje të këtilla, është i gjithdijshëm, është Allahu i plotfuqishëm. Ne nuk e kemi as pak frikë se a thu aja ka ditë rendin, ai që ka tregu apo jo. Po ashtu nuk kemi kur farë frikë as me dyshje se a janë ngjarje të vërteta ato apo jo. Nuk kemi absolutisht kur farë me dyshje se ato a mund të ndodhin dhe të përsëriten apo jo. Pra nuk kemi po ashtu kur farë me dyshje se ato rrëfime a na bin tamam neve apo jo. Sepse Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an thot ne kemi marrë nga çdo shembull. Pra kemi marrë وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Nga çdo ndodhi që mund t'ju hyjë në punë juve, ne në Kur'an e kemi sjellë atë. Kur'ani nuk duket libër voluminoz, por me të vërtet Allahu Gjelle Gjelaluhu kur ka rrëfyer aty ndonjë ngjarje, sigurisht pra ka qenë diçka që i nevojitet njerëzimit dhe është në interesin tonë. Atëherë të nderuar teleshikues, ne në javën e kaluar biseduam për një metodë që kam përdorur liderët, pra magjin, dhe janë mundu që njerëzit ti trullojnë me gjëra kinse të vërteta që po ndodhin, ose që ata kanë një fuqi, ose që ata pra të mundohen ta plasojnë në mesin e tyre atë veprim që po e bëjnë.
Përmendëm në fillim njerëzit pra kur zgjidhen për lider, ndoshta janë më të mirë. Dhe kështu ka ndodhur në shumicën e kohës, gjatë gjithë historisë së njerëzimit. Pra njeriu është i prirë në një farforme, merr një shembull më të lehtë dhe më të thjeshtë. Brenda një klasës në shkollë, cili nxënës zgjidhet kryetar. Zgjidhet nxënësi më i mirë. Votuesit cilët janë? Votuesit janë nxënësit e përgjithshëm që në shumicën e rasteve na del se shumica absolute e klasës nuk janë nxënësit më të mirë. Shumica absolute e nxënësve në klasë janë mesatarë ose nën mesatarën. Pra nuk janë të shkëlqyeshëm. Se ata propozojnë një nxënës të shkëlqyeshëm që të jetë kryetari i tyre, që ata mund të ndeshin shumë me te. Mund të mos jetë i përshtatshëm për të bërë punën gjatë vitit në klasë. Ai mund të jetë ai spioni i klasës, pra që mund të jetë bashkëpunëtori me arsimtarin kujdestar, me udhëheqësinë e shkollës, me drejtorinë e tjera, kundër interesat të nxënësve. Pra pse ata zgjedhin këtë të mirin, të ndërgjegjshmin, sepse njerëzit kësaj janë të prirë që në mesin e tyre ta zgjedhin më të mirin, më të diturin, më të famshmin, më të avancuarin e tjera. Kësaj pra lideri në parim është i mirë, por me kalimin e kohës ati mund t'i prishet shpirti, mund t'i dëmtohet personaliteti dhe nga pushteti që e ka mund të kaloj një tirani dhe këtë e ka treguar shumë herë historia e njerëzimit. Andaj shumë duhet të kemi kujdes. Sidomos të gjithë ata që kanë pozita udhëheqëse duhet të dinë që në pozitën e tij udhëheqëse mund të kaloj një ditë në padrejtësi ndaj të tjerëve, andaj duhet të jetë më shumë i vëmendshëm. Unë nuk duhet të them se në pozitat udhëheqëse duhet të kem një mandat, 2 mandate, ose më shumë mandate, ose më pak mandate, sepse këto gjëra janë relevante. Nga vetë fakti që një i dërguar nuk ka pas moshë të pensionimit, nga vetë fakti që një i dërguar nuk ka pas po ashtu moshë se sa të zgjat profecia, megjithatë, pra kjo tregon se nuk mund të themi për çështje të mandatimit të këtij ose të atij pushtetari, respektivisht të asaj pozite që duhet të jenë 2 mandate të tjerë. Varësisht prej ndërtimit çfarë kanë njerëzit, varësisht prej përgatitjes çfarë kanë, varësisht prej synimeve në udhëheqjen e tyre çfarë kanë. Njerëzit po të jenë të drejtë, absolutisht nuk është problem fare të jenë në udhëheqje edhe me më shumë mandate, respektivisht më shumë vite. Se ne edhe këtë çështjen e mandateve mund të themi 2 mandate në rregull, por kush është ai që e përcaktoi që të jetë 4 vite një mandat? Dikush pra nuk ka nevojë ta ndaj pushtetin në mandate, por kjo çështja e kërkimit të votës ose matjes së personit e bën që të jetë pra në një farë mase, dikun 4 vjet, dikun 2 vjet, dikun 5 vjet, dikun 7 vjet, dikun varësisht prej mënyrës së organizimit, pra mendojnë që është e mjaftueshme që populli edhe një herë të pyetet ose organet e caktuara të pyeten se ky person a e udhëhoqi mirë institucionin që e ka pranë vetes ose para vetes ose nën vete, apo nuk e udhëhoqi mirë. Pra kjo është ajo pjesa që gjërat mandatohen ose vihet në një farë limiti kohor që të ndodhë kjo pyetje një herë apo tjetër. E rëndësishme ajo që dua të them pra njerëzit në parim janë të mirë, udhëheqin, por mund të ju dëmtohet e brendshme atyre, sidomos për shkak të beneficioneve që i sjell pushteti, ata mund të kalojnë të bëhen të despot, mund të bëhen të pandërgjeshëm, mund të bëhen shkelës të rendit, mund të bëhen njerëz që nuk kanë absolutisht as pak ndoshta mëshirë për popullin që udhëheqin dhe mund të kalojnë pra në njerëz që edhe e vrasin popullin e tyre, dhe kjo nuk ka ndodhur rrallë në histori. E kjo në historitë më moderne është më se e theksuar se diktatorët e tillë për ta mbajtur pushtetin janë në gjendje gjithë popullin e tyre ta shfarosin. Me fjalë tjera, pra këtu e kemi tashmë atë pjesën se çfarë mund të përdor një lider për ta mbajtur veten në pozitë. Ai pra kur i dobësohen argumentet, ai tash do të përdor në javën e kaluar përmendëm pra magjin. Magjia është pra sihri, është
në definicionet të ndryshme, pra ajo që njeriu e bën ma gjepse, që e bën të duket shumë mirë, ose edhe kam thënë ndryshe, ajo që duket në pa e nuk vrehet nga ka ardhur. Pra, mshefet dora e veprimit, ndërka që del në pa produkti që mund të jetë jashës shumë. Njerëzit pra këtë lloj e magjisë mund ta kenë bërë në forma dhe mënyra të ndryshme, rëndësishme që njerëzit ti trullojnë, t'ja bëjnë të keqen të mirë, kështu me radhë. Edhe kjo ishte një metodë shumë që e kanë përdorur dhe e përdorin njerëzit për ose fuqitë e mëdha, jo vetëm pushtetet e një vendi, por mund të jenë pushtetet e mëdha ose fuqitë e mëdha që e përdorin kundër popujve të vegjël e kështu me radhë. Një metodë tjetër që e përdorin po ashtu liderët, që e tregon pra Kurani, është të paraqitet drejtësia si arma kryesore që ata kanë, ndërkaq luftuesit e kësaj drejtësie që këta pretendojnë, pra duhet të dalin para ligjit, respektivisht duhet të luftohen, sepse ata konsiderohen pastaj prishës të rendit. Pra, kësaj ishte ballafaqimi i udhëheqësve me profetet. Ballafaqimi i pushtetarëve me ata që janë dërguar për të drejtuar popullin dhe pushtetarin, ka synimi më sublim që është, pra, që e kemi thënë një herë për gjithmonë, qëllimi i krijimit tonë, që është ta njohim Allahun, ta adhurojmë Allahun dhe të bëjmë në këtë botë udhëtimin ton drejt ahiretit, pra që veprat tona të jenë synim ta kenë pra arritjen e xhenetit, respektivisht ruajtjen nga xhenemi. Kur këto synime sublime pra shtrembërohen në njerëz, Allahu xhalla xhelaluhu dërgon pejgamber për profet të ndryshëm, të kohënave të ndryshme, që ata ti drejtojnë, ti udhëzojnë në rrugën e drejtë, për shkak se pushtetarët kanë mund që ti devijojnë ata ngadalë dhe popullit të mos e hedoj, sa që një ditë prej ditëve e keqja të bëhet e mirë, e mira të bëhet e keqe. Pra të luftohet e mira në emër të adetit, në emër të asaj që ne jemi duke jetuar në te, e të promovohet e keqja në aspekt ndoshta shumë përfid, duke pretenduar se kjo është një diçka e mirë që ka ardhur në mesin tonë, në popullin tonë e kështu me radhë. Tash në këso mënyre e marrëm një shembull, pra vetëm një shembull, faraoni kishte thënë një fjali interesante në raport me Musain, por ai kishte komunikuar me popullin në fakt. E kush ishte Musa? Musa ishte ai fëmia i djeshëm që ishte rrit në pallatin e faraonit. Ai ishte larguar për një arsye të caktuar nga populli dhe për 8 vite nuk ishte kthy në Egjipt. Mirë po kur u kthy me mision, sepse rrugës gjatë kthimit ai mori një detyrë nga Allahu xhalla xhelaluhu që të shkojë tek faraoni dhe t'i bëj thirrje, sepse Allahu kishte konsideruar që ai vetëm e ka tepruar në mëkate dhe në despotizëm, në shkelje të drejtave të njeriut dhe gjithçka që lidhet me njerëzillëkun. Mirë po, Musaj fillimisht kishte atë hezitimin e tij, sa do të ishte në gjendje që ta krynte këtë mision kaq të madh, aq më tepër të shkojë te një njeri që ishte shumë i njohshëm për pushtetin absolut që kishte faraoni, për banorët e piramidave, për njerëzit që kishin një fuqi jo të lehtë pra në detyrimin e njerëzve që të punojnë për ta. Dhe rrjedhimisht pra çdo veprim i faraonit ishte obligim, pra kishte diktaktuar të plot, ishte obligim që të përshëndetej, të mirëpritej nga njerëzit e të mos kishte kush hezitim eventualisht për ta përçafuar atë se çfarë ofron faraoni, se çfarë ai planifikon të bëj me vete, me familjen e tij, me suitën e tij dhe me njerëzit përreth tij. Me fjalë tjera, Musa tash e kishte këtë problem, sepse fundi ishte një njeri i thjesht, lërë këtë ma dhe kishte një defekt tjetër, të quajmë kësaj, që nuk ndihej të jetë orator i mirë, të fliste me faraonin,
Pra sepse ti kur shkon në një debat të caktuar, respektivisht, për të bërë dikujt një propagandë të caktuar ose një thirrje të caktuar, atëherë duhesh të arsyetosh në mënyrë jashtëzakonisht të joshse, që ajo të duket e pranuar, që ajo të duket e mirë, sidomos kur ajo e mirë pretendon që ta zë vendin e dikujt tjetër ose diçkafi tjetër që ti në një farë mënyrë pra rrjedhimisht mund të kesh fjalë më miradije për te, por e konsideron se është jo e mirë, është e keqe dhe duhet të largohet ose duhet të ndryshohet një gjë e tillë. E derisa kështu pra Musa alayhis salam e kishte këtë hall se si do të mund t'ja plasonte faraonit atë fjalë të mirë që e kishte marrë nga Allahu xhalla xhelaluhu, kërkoi prandim që të kishte me vete edhe vllain e tij Harunin. Megjithatë Musa nuk pati hezitim ta quaj a me pranu urdhrin e Zotit apo jo, ama në anën tjetër e kishte shumë të vështirë ta mendonte që të ballafaqohej. Po se po që i rrezikohej jeta, por ai kishte mjaftueshëm besim që nuk i dhimbse jeta në fakt kur është në pyetje drejtësia dhe përhapja fjalës Allahut, por një gjë e tillë do të dukej dhe e paralizueshme. Qysh me i thonë ti për shembull, imagjinoj me të drejtu dikush, me thonë shko fol me filan ateistin dhe foli për besimin. Ti ndjen veten më inferior, duket vetja që je më i dobët, din më pak se ai, je intelektualisht më pak i ngritur, në pozitë shoqërore je askundi me te. Ai mund të jetë një udhëheqës, një drejtor, një menaxher i lartë, ti je një punëtor i thjeshtë. Pastaj ai është shumë më i vjetër, ti je shumë më i ri. Ai duket se ka veten në qef e ti je ai modesti që në fakt nuk i bën përshtypje atij që ti bësh thirrje dhe ti kërkosh që ta lëshoj ai atë në cilën gjendet. Pra me fjalë tjera, gjitha këto janë jo krejtësisht të lehta që të mendohen dhe t'i thuhet dikujt. Detyra këto që ti sot kur t'i thuash dikujt e ki problem që ta pranoj një detyrë të tillë dhe të thotë okay që shkova dhe po i them atij. Pra njerëzit shpesh herë edhe për gjëra shumë të mira dhe të favorshme për shoqërinë nuk mund t'i plasojnë si të tilla për faktin se kanë në konsiderat që shoqëria nuk i pranon ato dhe duhet ne të tërhiqemi ose ne të heqim dorë nga prezantimi i asaj të mire vetëm për faktin që njerëzit nuk janë në gjendje ta perceptojnë dhe ta duan mirëfilli. Andaj edhe është e kuptueshme që faraoni ishte një shumë i famshëm, e Musa ishte nga familja e robëruar nga Beni Israelit që jetonin në Egjipt që ishin jashtëzakonisht të shkelur rënd. Me fjalë tjera të nderuar teleshikues, Musa alayhis salam mori këtë detyrë dhe shkoi tek faraoni për t'i bërë thirrje. Çfarë ti thot? Si e ti Zoti më i madh, por Allahu është ai që duhet ti dhe unë t'i nështrohemi. Ai e prekte pra drejt për drejt pushtetin e njeriut që tashmë nuk e ndite veten se është një menaxher ose një ministër, e as një kryeministër, e as një president, e as një mbret. Ai kishte kaluar një shkallë shumë jashtëzakonisht të madhe. Unë sot kur i dëgjojmë ambicjet e njerëzve në pushtet të nderuar teleshikues, është interesante pra gjithmonë të kuptosh se një ministër kërkon të bëhet kryeministër, një kryeministër kërkon të bëhet president. Me fjalë tjera, dëshirojnë që t'i prekun majet e pushtetit me kalimin e kohës. Pse kështu mendojnë ata? Sepse rikthimin mbrapa nga pozita më e lartë në pozitë më të ulët nuk mund ta paramendojnë. Shumë vështirë do të ishte një kryeministër të pranojë dhe të bëhej ministër. E mos flasim për atë ishte një punëtor në atë ministri që ai ka udhëheq dje dhe ka qenë personi kryesor në atë dikaster të zëm. Me fjalë tjera, do të ishte për Musa alayhis salam një thirrje faraonit i thuhet eja ti beso në Allahun një, se ai është i vetëm që meriton të adhurohet, ne të gjithë duhet t'i nështrohemi atij sepse edhe njerëzit para nesh janë nështruar atij, edhe gjithësia i nështrohet atij, edhe kozmosi i nështrohet atij dhe duhet që ta lëshojmë
këtë rrugë që e keti tashmë të gabuar dhe ti nështrosh Allahu xhalla xhelaluhu. A do të ishte kjo e pranueshme për faraonin? As se si jo, nuk do të ishte e pranueshme, sepse tash edhe një herë, nuk është në pyetje ndrrimi i ideologjisë vetëm, por është në pyetje prekja e pushtetit, që ishte më rënda. E tash natyrshëm që faraoni në ditët e para u mundua që të tregoj një lloj demokracie. Pra Musaj nuk është që e burgosi me të parën, nuk është që u tregua i pushtetshëm ndaj tij, pra u mundua që ta lej atë të lirë dhe të shoh se me çfarë ai do të argumentonte se ka të drejtë. Natyrshëm që Musa a.s. ishte mbështetur me disa mrekulli që unë pra jam i dërguar nga Zoti, sepse çdo njeri, jo vetëm faraonit, do ta kishte thënë me shumë lehtësi, po kush je ti që më thua mu këtë, ose kush tha ty që ideja jote ose ideologjia jote është më mirë se imja, çfarë argumenti ke, kush ta konfirmoi ty atë. E Musa a.s. ishte mbështet me argumente të qarta, të cilat ishin nga mrekullit ose nga mugjizet që ta bindnin me lehtësi faraonit se ky njeri me të vërtet ka diçka mas vetes, pra që po vepron. E kishte dorën, Allahu bëri që dorën ai kur nxjerrte nga xhepi i tij, dora i bënte dritë Musa a.s. Ishte e pazakont dhe edhe në ditët e sotme me pa dikush, ne mund të mendojmë se ndoshta është një farë cirkus, një farë mënyre se si dikush ka organizu pra të fusë një dritë në lëkurën e tij ose të ngjashme, por sigurisht që të gjithë me çudi do të shkonin dhe do ta tentonin me prekat dora, është dorë natyrshme apo jo. Pastaj ishte shkopi i Musait a.s. që kërcente, shkopi që nuk ishte shpirt, por ishte që lëvizte. Pra kur Musa a.s. e hedhte atë shkop, ai shndrohej në gjithçka tjetër, por në këtë rast edhe kërcente. Me fjalë tjera, këto e bën faraonin që të ndalet pak dhe të shohë se çfarë është çështja me te. Kur çështja filloi të diskutohej në masat e gjera të njerëzve, për faraonin në një mënyrë ose tjetër, duke se pushteti i tij do të mbaronte për arsye se njerëzit edhe ishin të ngarkuar shumë ose të lodhur shumë për i despotizmit tij, por edhe kishte një defekt tjetër kjo çështje. Çfarë defekti ishte? Kjo çështje do ta kishte një problematik shumë serioze se mund të përmbysej pushteti i tij, pra nuk ishte çështje vetëm të përlaheshin argumentet, po është çështje se nëse Musa i fiton, atëherë duhet të lëshoj rrugë ose duhet të tregoj se unë nuk kam qenë Zoti më i madh i juj, pra unë kam qenë një mashtrues. Njerëzit këtë për mos ta bërë, janë gjendje të bërë më të çuditshme dhe vetëm që ta mbajnë veten si njerëz besnik. Ai organizoi lloj spektakli që ta mposhtë Musain a.s. por në një moment tha një fjali jashtëzakonisht të çuditshme dhe arsyetimi i tij, justifikimi i tij ishte shumë dinak. Do të shohim këtë arsyetim pas një pauze të shkurtër dhe do themi sërish me ju për të vazhduar ngjarjen dhe narracionin e faraonit me popullin e vet, se si u arsyetua dhe çfarë dëshiroi të bëj me Musain a.s. Qëndroni me ne. Rikthehemi të respektuar teleshikues për të vazhduar me Popujt në Kur'an, emision që na bashkon ne çdo javë. Ishim duke folë në pjesën e parë për një ngjarje që ishte interesante, se si Musa a.s. u detyrua nga Allahu xhalla xhelaluhu që të shkojë dhe t'i bëjë thirrje faraonit që të braktisë besimin e tij të gabuar dhe pretendimin se ai është Zot, e ti kthehet pastaj besimit monoteist, besimit në Allahun një. E që kjo nuk kuptonte të njëjtën kohë, pra që të jetë prekje në pushtetin absolut të faraonit që e kishte deri në atë kohë. Dhe kjo duke jashtëzakonisht e paarritshme. Në anën tjetër, faraoni
jo që ishte shumë i gjerë në pranimin e mendimit ndryshe, sepse ai që mendon se është Zoti më i lartë, nuk bisedohet për tolerancë tek ai, pra kur është njeri, kur është nga radhët e njerëzve. Ai që pretendon pra të jetë mbi të tjerët, nuk bëhet fjalë për thjeshtësi, nuk bëhet fjalë për trajtimin e tjetrit si të barabartë, e kështu me radhë. Mirë po, sidoqë të jetë, tash faraoni kërkoi prej Musait kush je ti që pretendon se ti je në të vërtetën, unë jam në të kotën, e Musa kishte disa argumente pra mrekulli që Zoti ja kishte dhënë dorën që bënte dritë dhe shkopin që kërcente dhe bënte manovra të ndryshme me atë shkop Musa a.s. E rëndësishme me kalimin e kohës, duke u pasur se argumentet janë të qarta, filloi pra populli i cili në fakt ishte në hall prej despotizmit, tiranisë faraonit, dhe ishte të njëjtën kohë në pritje të një lirie të shprehjes së që në fakt vetë gruaja e faraonit e kishte këtë hall, që ta shprehte lirshëm besimin në Zotin një, në krijuesin e gjellësisë, në atë që e ndjen shpirti njerëzor, pra që është krejtësisht normale që ta besojnë. Me fjalë tjera, këtë nuk guxonin ta shprehnin dhe ta shpalosin para të tjerëve, sepse faraoni luftonte shumë në mënyrë të egër besimin fetar dhe nuk ishte as pak tolerant në këtë çështje. Atëherë doli në pas se Musa a.s. është pretendenti që është i lidhur me Zotin, e faraoni është ai Zoti që në pretendimet e tij nuk ka diçka më të madhe se sa pushtetin e tij dhe që njerëzit i nënshtrojnë. Pra gjithçka që mund të bënte për të treguar forcën e vet, faraoni e kishte pra pushtetin e tij. Ndërkaq gjithçka që Musa a.s. pretendonte për të treguar se është i dërguar nga Zoti, kishte mrekulli të mbi natyrshme, dhe kjo natyrshëm e bën që të jenë të pabarabarta në ballafaqim, ani pse ky ka pushtetin tani për tani, e ky nuk e ka pushtetin. Ani pse ky është më i fuqishëm, ani pse ky ka buxhet, ani pse ky ka mundësitë për ta shkatruar këtë dhe të tjerët, a ky në anën tjetër pra nuk po pretendon diçka për tokë, siç thot populli, por po pretendon diçka për qielli. E që Musa a.s. ishte në fakt këtu ishte më i favorshëm sa i përket argumentit dhe argumentimit para njerëzve, por më i pafavorshëm në ballafaqim me faraonin. Atëherë çfarë tha? Faraoni tha, më lejoni mua dhëruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Më lejoni që unë ta mbys Musain e pastaj ai le t'i lutet atij Zotit të tij. Pra sepse në mesin e njerëzve ishte përhap, ishte shfaqur Musai, thjesht kur po i lutet Zotit ti, po i realizohen gjitha ato kërkesat e tij. Dhe jo vetëm kaq, Musa a.s. ishte mbështetur edhe me shumë argumente të tjera, thuhet me 12 argumente që ishin mrekulli të vogla që i ndodhnin pra popullit, e që në fakt ishte për tu kuptu se ky pushtet është i paaft për të shërbyer njerëzit. Pra, për shembull, shfaqeshin bregtkocat, ishin në hall prej morrave, ishin në gjendje të vështirë me çështjen e gjakut, që uji shndrohej në gjak. Kishte edhe shumë argumente të tjera, pra që ata në fakt Kurani ka përmend këto, që ata shihnin se këtu është një pushtet i pafuqishëm për t'i larguar këto dukuri negative ose këto gjëra të dëmshme nga mesi i tyre dhe për të sjellë më të mirën tek ta. Pra një pushtet që nuk është në gjendje pra të bëj atë që duhet të bërë për qytetarët e vet. Ndërkaq Musa më lejoni që në fakt ai nuk do të kishte nevojë absolutisht të pyeste popullin, por e tha kështu këtë fjali që ta mbys Musain. Më lejoni që ta mbys Musain, po kush po të mban mbyte, ai le t'i lutet Zotit pra. Le t'i lutet Zotit, pra i kishte nevojë për një konfirmim. Kjo tregon të nderuar teleshikues se Musai në vetvete, faraoni në vetvete kishte një besim se Musai është vërtet njeri prej Zotit i dërguar.
Pra ai nuk ishte krejtësisht i sigurt që do të mund ta vriste Musajin dhe të ishte kjo gjë si çdo vrasje tjetër që kishte bërë. Fundja e kishte mbyt gjithë fëmijët që patën lind në kohën e lindjes së Musait alayhis salam, por nuk kishte pas ndonjë reagim, ndërkaq ky shpëtoi. Ky fëmijë shpëtoi dhe ky u rrit në pallatin e tij. Me fjalë tjera, e gjithë biografia e Musait alayhis salam ishte me diçka që faraoni tash e bënte të dyshimt. Mirë po, kur ai paraqiti versionin e tij pse duhet ta mbyste pra Musain, a dini çfarë arsyetimi tha, çfarë justifikimi? Ai nuk tha se po më prek në pushtet. Ai nuk tha se Musai është njeri i keq ose kështu ose ashtu në kuptimin e interesave të tij personal, tha inni akhafu an yubaddila dinakum. Un kam frikë se ai po ja ndryshon ju fen e juaj, au an yudhhira fil ardi al fasad, ose kam frikë që ai mund të përhap të keqen, përhap mizorën, përhap të shkatruesën në mesin e njerëzve pra në tokë. Pra arsyetimi ishte shumë përfit. Që unë nëse do ta lë Musain të qarkulloj, do të përhapet e keqja ai dhe do t'ja ndryshoj ju fen. Pra ja ky shpëtuesi. Ishte pra ky justifikimi i faraonit që e përdori për të bindur masat se një njeri i tillë duhet eventualisht të eliminohet. Mirë po, një nga besimtarët e thot që ishte, thot Allahu xhalla xhelaluhu, ai e mbuloi besimin e tij, nuk e shpërfaqte, ai ishte besimtar nga besimtarët e Musait alayhis salam. O qala rajulun mu'minun min ali Firaun, ishte nga familja faraonit, ky personi pra që ishte besimtar, ai çfarë tha? Taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? A do ta mbysni një njeri pse thot Zoti im është Allahu lart? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Ai në fakt ju ka ardhur ju me argumente nga Zoti juaj. Nga Zoti juaj, pra nga ai krijuesi. Ai ka sjell argumente. Të gjitha argumentet që i kanë faraoni me njerëzit e tij të afërm janë argumente jashtëzakonisht të vobekta dhe janë shumë toksore, shumë njerëzore. Deri edhe magjia që ishte përdor si metodë bindse për të vërtetën kinse e ka faraoni. Mirë po, në realitet, siç përmenda dhe më herët, mrekullitë e Musait alayhis salam ishin mbi natyrore, ishin të tjera, ishin që nuk përkonin me njerëzorën, pra ishin duke se Musai nuk ishte mundësi vetanake që ato t'i sillte, nuk ishte pra aftësi cirku ose magjie që ai të bënte një gjë të tillë. Andaj ai thot kështu, ai derisa ka sjell argumente, ju do ta mbysni pra, vetëm se thot Zoti është Allahu. E thot këtë fjali, thot, o in kana kadhiban fa alayhi kadhibu. Nëse është rënacak Musai, atij t'i takoj rëna atij, gënjeshtra e tij. Wa in kana sadikan wa in yaku sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum. Nëse është i sinqert, është e mundshme që do t'ju godas juve diçka prej asaj që ai ju premton, në fakt ju kërcënon që nëse e refuzoni një bindje të tillë, një thirrje të tillë që e ka ai. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab. Allahu nuk ka mundësi që ta udhëzoj një njeri i cili është shumë rrenacak, shumë gënjeshtar, shumë pretendues mbi të kotën. Kjo ishte pra që njerëzit e perceptonin. Për këtë arsye, faraoni kishte nevojë që të merrte një farë forme bekimin e njerëzve që më lejoni ta vras Musain. E Musai çfarë kishte thënë? Musai kishte thënë atë që është më interesante pra në këtë rast. Wa qala Musa inni a'udhtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab.
E unë thot I kam kërku mbrojtje Zotit tim e që është edhe Zoti I juaj. I kam kërku mbrojtje nga çdo mendje madh, nga çdo despot që nuk beson në ditën e fundit. Tu e kemi pra atë pikën ndarëse. Musa a.s. pra kishte misionin e thirrjes në Zotin një. Musa a.s. kishte misionin e thirrjes në rrugtimin për ahiret. Pra nuk është problemi se faraoni është udhëheqës, por problemi është se faraoni thërret në shkputje të jetës tonë dhe në mosbesim në ditën e gjykimit dhe në ringjallje. Kjo është problemi. Allahu xhalla xhelaluhu zullumin e çdo kujt e afatizon deri në një kohë të caktuar. Por kur zullumi bëhet që njerëzit të pengohen, të besojnë në botën tjetër, atëherë kjo është kulmi I padrejtësisë, I zullumit pra që Allahu ndërhyn. Ndërhyn nga lart, shkatron atë dinasti, natyrshëm shkatron sepse nuk është në gjendje që ta duroj që njerëzit të cilët I ka krijuar që ta njohin Zotin, ta adhurojnë atë, ta besojnë atë dhe të punojnë për botën tjetër, për ahiretin, jo për dunjan, që këta njerëz pra të mos kenë lirinë e të menduarit, lirinë e të besuarit, lirinë e të praktikuarit dhe lirinë që të shpërfaqin besimin e tyre teorik dhe praktik para njerëzve. Me fjalë tjera pra, Musa a.s. nuk e kishte problem vetëm despotinë ose vetëm zullumin e faraonit, por kishte problem se ai po I pengon njerëzit dhe ai vet nuk beson në botën e përtejme, në botën, në ditën e gjykimit, në ditën e llogarisë. Ndërkaq faraoni, siç e pam, arsyetimi I tij dhe justifikimi I tij ishte krejtësisht tjetër. Justifikimi I tij kishte të bëjë me një fenomen që dukej pra joshës të thuhet njerëz se un kam frikë që ky ja ndryshon fen juve. Un kam frikë që ky po ja ndryshon atë që ju jeni ardhur më herët dhe keni gjetë traditat e tjerëve. Sikur sot që disa të njerëz mendojnë pra kur mundohen që ta njollosin një hoxh që bën thirrje në rrugën e Allahut, të thonë pra edhe nëse është nga muslimanët, thonë se ky e ndryshon fen nga të parët tonë, e ndryshon metodën e thirrjes në Islam. Ky nuk është bashkë si ata të mëhershmit. Ky nuk e ka bashkë atë islamin tradicional. Madje te ky islami tradicional me pa pra më shumë merak janë bë vet islamofobët se sa muslimanët e vërtet që me traditë kanë fen në familjet e tyre. E kjo të tregon që ky islami tradicional po I shkon për shtati dikujt, e nuk po I shkon për shtati dikujt tjetër, atëherë këtu duhet ne vetë muslimanët të jemi të kontrolluar dhe të vëmendshëm se kush çka kërkon prej ne. Pra nuk jemi të gjithë të një shkallë, të një vendi për të gjykuar pra secilin në atë fushën ku ai thret dhe në vendin ku ai vepron. Mirë po, ne du të jemi në atë kuptimin të vëmendshëm, du të jemi syqel, du të jemi njerëz që nuk guxon të na kaploj në asnjë variant këtu errësira e të tjerëve, pra që ata ty ta duan islamin tradicional. Në atë kuptimin pra, ky islami që ata e pretendojnë pra fen e të parëve, edhe faraoni pas ka synuar që ta ruaj. Nga kush? Nga Musai. Ose kam frikë që thot ky e përhap të keqen në to. Çfarë të keqe përhap Musai? Musai I përhap të keqen se njerëzit pra me Musa a.s. nuk do të përdorin alkool. Ndërkaq faraoni ka qenë alkoolist I dhënë tepër pas pijeve alkolike. Faraoni ka qenë njeri shumë I pamoralshëm. Dhe shumë shpesh këto atribute që janë për faraonin shpesh I gjen te shumë lider politik. Që jetën kanë shumë të shfrenuar, sepse pushteti I tyre çon në gjëra të çuditshme. Kur është në pyetje ushqimi, duhet të jetë ushqimi më I shtrejtë I përgatitur për ta. Kur është në pyetje gjinia tjetër, pra ai duhet ta ketë femrën më të bukur afër vetes.
dhe të ketë ndryshim pastaj, të ndroj ato femra, të luaj me vajzat e popullit të tij. Kur është në pyetje pasuria, ai do të ketë pasurinë më absolute. Sidomos po flas këtu, nuk jam të fol për vendet ku kontrollohet pushtetari, por për sidomos ato vende ku i kemi të ditshme se që po i shohim në ditët e sotme se me çfarë pasurie, për shembull, u largua ish presidenti sirian nga vendi i tij dhe ku kërkoi strehim. Prej kujt ai u largua? Prej popullit vet. Po pse ai duhet të ikë nga populli i vet? Duhet të ikë sepse kishte shkel popullin, sepse kishte burgos, sepse kishte keq trajtuar, sepse kishte vjedh pasurinë e tyre, sepse kishte i kishte varfëruar ata deri në shkallën më të poshtruar që ne për çështjen e varfërisë ose varfërimit të popullit si metodë për të ushtruar pushtetin, do të përmendim një hallk tjetër, një emision tjetër do të veçojmë në këtë. Mirë po, kur janë në pyetje këto aspektet e tjera për atë vendosjes së rendit, ata janë prishit më të mëdhenj të rendit, në fakt pikërisht masivesh e mora atë shembull, çfarë pretendonte për revolucionarët në vitet 2011, 2012, 13, 14, e tutje, ish presidenti sirian, ai thoshte ne po e luftojmë terrorizmin. Pra, thoshte njeriu se ky njeri me drejtsinë absolute që ka dhe me barazinë që ka për të gjithë, me trajtimin, me demokracinë që e ka lansuar dhe avancuar në vendin e tij, me respektimin e drejtave të njerëzve që i ka në atë vend, atëherë këtij po i pengon se dikush tjetër po ja rënon ose po ja cenon ato të arritura. Por realiteti doli se krejtësisht ishte ndryshe. Njerëzit që donin pak liri ishin në përburgje. Njerëzit që kishin pak përkrahje, së mos flasim që ishin kundërshtues, ishin në burgje, ishin të maltretuar, të rrahur, madje të mbytur për së gjalli, kufoma të paluara ose të papaluara në burgje. Kjo që ndodhi në ditën e çlirimit atij vendi, pra kur u pan se si mund të mendoj një kokë e tillë. Unë po përmendi këtë shembull të respektuar të teleshikues, jo që duhet t'i jap konotacion politik emisioneve të tilla, por shembull që përmend në Kur'an, mos na duke neve se ka qenë një faraon dikur dhe tash hoxha po na ndan kryt me te. Po na flet gjithnjë për këtë. Jo, këto janë histori të gjalla, këto sot ndodhin. Këto janë fakte që njerëzit e tillë ashtu veprojnë. Pra, ai thot unë e luftoj të keqen. Ky është justifikimi i tij. Ai thot se këta janë njerëz që po duan juve t'u marrin të drejtat dhe lirit, në fakt ky është shkelsi më flagrant i drejtave dhe lirive të njeriut. Ai pretendon se ai po sjell drejtësi dhe ai po i ruan nga armiku, kështu kanë menduar shumë kush. Ata pra e portretizojnë armikun nga jashtë gjithnjë për treguar se ne jemi ruajtësit dhe mbrojtësit më të dinjitetshëm dhe më të devotshëm të popullit ton nga prurjet e jashtme ose nga sulmet e jashtme, çfarë do qofshin ato. Realiteti është krejtësisht ndryshe. Pra edhe faraoni i një dinastie, i një jo qeverie, i një dinastie të atashme, ka ra, po flasim për histori tashmë të përfunduar, të njoftun, të ditur çfarë epilogu ka pas. Edhe ky faraoni pra kishte po këso arsyetime. Ai tha, unë më lejoni ta vras Musajn a.s. Më lejoni që unë ta mbys atë, ai pasaj leti lutet Zotit. Unë inni e khafu en ju beddile dinekum au yudhhira fil ardi el fesad. Unë kam frikë që ai jam ndryshon ju fen dhe ai është prej atyre të mundshme që të bëj të këqija në mbi tokë, të përhap korrupsionin, këtë qeverisjen e gjërat e tjera. Pra këto ishin pretendimet dhe e faraonit respektivisht arsyetimet se unë jam mirë e të tjerët po na sulmojnë. Kjo është një arsye tjetër pra se si përdoret nga pushtetarët dhe justifikohet padrejësia e tyre dhe lufta që ata ja bëjnë të drejtës dhe të vërtetës. Mirë, por në fund fare,
emri i mirë i mbetur në njerëzit është Musaja a.s. Emri i keq ndër gjithë njerëzit, askush nuk pretendoi ta kishte, të parin e tij, liderin e tij janë faraonët. Andaj të kemi parasysh se si janë zhvilluar popujt dhe si kanë përfunduar po ashtu popujt. Të jesh me atë që e ka mbështetur Allahu është fitues, është fitore, është triumf, është pra shpëtim nga zjarri i xhenemit dhe shpërblim me xhennet. Këtu po përfundojmë këtë halk për të zhvilluar një halk tjetër pastaj në javën e ardhshme me temë të re. Ju lëmë në kujdesin Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.